Prokuroria e posaçme duket se po e përdor me mas ligjin antimafia, edhe pse elementi bazë kur hetohet një bos krimi apo një i korruptuar është të verifikosh nëse ai e justifikon apo jo pasurinë, duke shkuar tek familjarët, fisi e të tjerë. SPAK preferon të bazohet më shumë te kodi penal sesa tek ligji antimafia. Referuar të dhënave të vitit 2024, SPAK bën me dije në raportin vjetor se në kuadër të këtij ligji ka konfiskuar pasuri kriminale vetëm për 3 persona, ndërkohë janë sekuestruar pasuri për 8 persona. Lidhur me sekuestrimet në kuadër të ligjit antimafia gjatë vitit 2024, vërehet që numri i sekuestrimeve është i njëjtë me sekuestrimet e vitit 2023, ndërsa në kuadër të sekuestrimeve në bazë të kodit penal, evidentohet një rritje nga 8 sekuestrime në vitin 2023 në 17 sekuestrime në vitin 2024, ose ndryshe janë dyfishuar. Lidhur me konfiskimet në kuadër të ligjit antimafia gjatë vitit 2024 në krahasim me 2023-shin, vërehet një ulje e numrit të këtyre konfiskimeve, nga 5 konfiskime në 2023-shin në 3 konfiskime në 2024-ën. Gjithashtu, vërehet një rënje e numrit të konfiskimeve sipas kodit penal, nga 20 vendime konfiskimi në 2023-shin në 11 vendime konfiskimi në 2024-ën, theksohet në raport. Vlera e aseteve të sekuestruara dhe konfiskuara për vitin 2024 përllogaritet në vlerën afërsisht prej 65.5 milion euro. Këtu përfshihet vlera e aseteve të sekuestruara dhe konfiskuara në kuadër të ligjit antimafia, kodit penal dhe aktit normativ OFL. Nga totali, rreth 36.8 milion euro është vlera e aseteve të konfiskuara, ndërsa vlera e pasurive të konfiskuara gjatë vitit 2024 është në vlerën rreth 938 milion lek nga 440 milion që ishte në 2023-shin. Por ajo që vjet re është se mamuthët e politikës vijojnë të shpëtojnë skanimin të pasurisë. Kemi me 10 emra që janë në hetim nga SPAK dhe kanë pasuri shejkësh, por prap nuk u hyn gjëm në këmbë. Ndërkohë, nëse do vijej në zbatim ligji antimafia, shumë emra nuk do e justifikonin dot luksin.